Vetëm një sekondë, Selin. Nëse flasim për përjetimet e fëmijëve, unë jam gjendur në atë situatë që të shoh fillimisht maman time të gjykoj veten pse e ka lënë të marrëdhënie deri në atë pikë, saqë të mundte të shihte fëmijët e vet në atë lloj situate. Marrim rastin, unë e kam treguar pak dhe tek historia e jetës time, unë përpos faktit që mund të humbja jetën atë natë, kam humbur mundësinë për disa ditë rresht të flisja dhe mund mos më fal, të lutem ta mbaroj deri në fund. Mund të mos flisja më për ditë me radhë dhe këto janë përjetimet që fëmijët kalojnë pikërisht nga këto situata dhe unë jam një vajzë, jam 25 vjeç, me dëshirë më të madhe që sot të bëhem nën dhe mendoj që e ndjej veten gati, por pikërisht nga ato që unë kam përjetuar, kam frikë të shoh një mashkull si partner ideal dhe si babain ideal të fëmijës tim, pikërisht për ato çfarë unë kam përjetuar. Dhe nuk do ta toleroja asnjëherë që fëmia im të përjetonte dhe të shikonte me sy dhunën që partneri im mund të më jepte mua dhe kurse si një dhunë që i ushtrohet fëmijës tim kur të jetë partnerja ose partneri i dikujt nesër pas nesër. Kështu që absolutisht nuk e pranoj dot mënyrën e perceptimit të përjetimit që thot Brikena. Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje fare. Këtu nuk është pro kësaj që po flasim për dhunën. Përjetimi që flet Brikena